Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë, jemi me ata që presin lajmet e yjeve nga horoskopin e javës dhe ne kemi në studio sapo kam mbritur astrologen më të famshme në Shqipëri Merisheu, mirëserdhje dhe dashur Meri. Përshëndetje të gjitha. Si parashikohet kjo javë të jetë për secilën shenjë dhe sa yje do t'i japësh ti? Është nga javët më të vështira, përballjet planetare janë shumë të forta, dielli sot kundërshtohet bindshëm me Marsin, në datën 23 do përballet me Plutonin, sepse Plutoni në ujor, dielli është futur në Dem, kështu që kemi një javë shergjie, konfliktuale, debatesh, të gjithë do kenë nerva, të gjithë parajgjykime, parashikime të vështira, do vi ardhja e dytë e Krishtit, po Krishti vetëm dje u ringjall, kishim Pashkën. Pra, çfarë do ndodhi? Kjo është një gjë që këtë javë do t'i provojmë të gjitha intensitetet. Mjafton të jemi të qetë që ta kalojmë, sepse në datën 23 njerë përballet dielli me Plutonin dhe mund të kemi ngjarje të cilat do jenë akoma më domethënëse dhe më të forta nga sa mundemi t'i dëgjojmë. Jo detyrimisht në jetët personale, por në planin më të gjerë kozmik. Kështu që do t'a shikojmë me kujdes të javë, nuk do marrim iniciativa shumë të forta, nuk duhet të bëjmë përballje shumë të forta, sado që të fuqishëm të ndjehemi dhe inteligjent, sepse ajo prerja e Plutonit është e fortë, determinante dhe pak thyshme mbrapa. Kjo vlen për të gjitha shenjat. Kjo vlen për të gjitha shenjat. Fillojmë me yjet. Le të shohim sa yje ke dhënë secilës prej tyre. Shenja e parë janë dashët. Po, dashët, duke qenë se dielli në Dem, tre yje, duke qenë se dielli në Dem është në një pozicion të vështirë me Marsin në Luan, do shikojmë që dëshirat ekonomike ose jeta personale ose gjërat që ata duan të marrin nga jeta vjen në një konflikt. Megjithatë, duke qenë se Marsi në Luan kap një energji të fuqishme, pika më e dobët e kësaj jave për dashin do jetë çështjet ekonomike. Kështu që në çështjet ekonomike duhet të jenë të rezervuar për debatet që do bëjnë dhe në çështje shoqërore ose me njerëz të afërm dhe qëllimet e tyre duhet të shikojmë me kujdes në datën 23 sepse është një datë e vështirë për të gjithë dashët dhe për qëllimet e tyre. Dhe shkojmë te Demët. Kemi thënë që për Demët do themi disa fjalë të mira, me yjet nuk jemi në rregull, gjithsesi sepse sapo u fut dielli në Dem direkt përballet me Marsin në Luan, një katërkëndër shumë i fuqishëm dhe shumë Dem di një irritim të brendshëm ose një dëshirë për të konfliktuar në mënyrën që të thonë gjërat e tyre, por në datën 23 kemi dhe përballjen e diellit me Plutonin në ujor. Kjo do të thotë që shumë Dem nuk do ndjehen mirë psikologjikisht ose ekonomikisht, ose duan patjetër të rigjenerojnë veten në një mënyrë të plot, komplete, po një rigjenerim ka dhe pasojat dhe paguan edhe atë haraçin e vet, mund të themi, kështu që deri në datën 23-24 të kenë kujdes, pastaj gjërat fillojnë dhe qetësohen. Këta nuk e kanë fare pozitivisht këtë javë, sepse përballen shumë planetë dhe dielli në Dem është në një pozicion delikat për binjakët në shtëpinë e 12, pra paskenat, puna, shëndeti, ose mblidhet një mal me çështje të cilët shumë binjak nuk me atë dëshirën e vet për t'i bërë gjëra të hapura ose për t'u relaksuar ose për t'i zgjidhur me diskutime, këto gjëra nuk zgjidhen dot me diskutime se janë më të thella. Duke qenë se janë më të thella dhe këta duhet kenë kujdes në datës 23, 26, 27, sepse aty mund të përmbysen disa çështje pune dhe mund të prishin punë vërtet. Dhe shkojmë te gafohet. Edhe gafohet në çështjet ekonomike do kenë shumë kujdes. Marsi në Luan tregon që ata kanë një dëshirë të financohen mirë ose të fitojnë shumë, por përballja me diellin në Dem do jetë e fuqishme dhe përballja me diellin në Dem me Plutonin në ujor që lidhet direkt me çështjet ekonomike. Kështu që një prapaskenë e madhe ekonomike ose një lojë e madhe ekonomike do të thotë që shumë gafoje që janë dhe të ndjeshme ndoshta nuk e përballojnë dot këtë uturim, do të thoshja, ose këtë pasiguri që vjen. Luani, është java më e vështirë për Luanët në aspektet personale, ekonomike dhe pune, sepse Marsi në shenjën e tyre vërtet u ka dhënë një potencial, i ka dhënë zjarrin, i ka dhënë iniciativën, por dielli në Dem tregon që ka disa situata që në lidhje me karrierën do kenë përballje të fortë. Data 23, 26, 27, shumë Luan duhet kenë kujdes me çështjet ligjore, me përballje me epror dhe me njerëz shumë të rëndësishëm të ligjit ose të punëve të tyre në përgjithësi.
Dhe shkojmë tek virgjëreshët. Virgjëreshët janë në një pozicion edhe ato të vështirë, po Marsi në Luan është në shpinë e 12 për virgjëreshët, dhe është një moment delikat për to në çështje shëndetësore ose në çështje që lidhen me punën ose një nervozizëm i brendshëm, sikur ka një parandjenjë jo të mirë për disa situata rreth tyre. Mund të jenë situata që nuk i përkasin personalisht, po mund të i përkasin personave të tjerë që i rrethojnë nëse kanë interesa pune në këtë periudhë. Megjithatë, dielli në Dem do fillojë të ngrohë mirë mbas datës 27, por ne parashikimin e kemi të paktën deri në datën 27, kështu që jemi të detyruar me këtë javë. Dhe biles dela i është koha e hapur, dela i ylli mëngjesit, nga dajti, nga ana e dajtit e keni pozicionin nga peshku dhe kapen i shifen. Dhe shkojmë te peshoret. Peshoret janë në një moment pak më komod, do thosha, sepse peshoret kërkojnë ekuilibrin dhe do kërkojnë të vënë disa balanca të mira, por për ato që do jenë në dorën e tyre. Po shikoj që dhe këtu peshorja del nga balancat e veta, sepse miq ose shok ose çështje pune fillojnë edhe acarohen, dhe duke u acaruar të tjerëve, u acarohet rrjedhimisht dhe peshore. Kështu që kujdes në çift dhe në çështjet ekonomike ose në bashkëpunime të rëndësishme, por kryesisht peshore dhe shëndetin këtë periudhë. Dhe shkojmë tek akrepi. E shikoni, të gjithë kanë 1-2 yje, sepse është një moment i vështirë dhe për akrepët në lidhje me karrierën, me dominancat e tyre. Marsi në Luan, tham, është në vitrinë, në zenith të shenjës së tyre, por përballet me diellin në Dem. Do të thënë një bashkëpunëtor i fuqishëm nuk e lejon që këta të shkëlqejnë, ose një martesë e vështirë nuk e lejon që këta të shkëlqejnë, ose nuk është momenti që këta të shkëlqejnë, do duhet të harxojnë shumë energji që të arrin të shkëlqejnë. Kështu që nuk është java që të marrim atë vrullin për shkëlqim, kështu që disa akrep ta marrin më me qetësi. Dhe shkojmë te shigjetarët në një pozicion më të mirë vetëm fal optimizmit të tyre. Po mos harrojmë që shigjetarët kanë pas deri diku dhe vit të vështirë, sepse Jupiteri në opozit, sado që unë i kam ngritur me shumë yje shigjetarët, po Jupiteri në binjak. Përballë shenjës së tyre, disave u ka sjellë shumë lajme të mira, disave u kanë nxjerr si të themi dhe ato të këqijat që nuk i kanë pasur. Pra dhe i kanë nxjerrë dhe gjëra që nuk pretendonin që mund të dilnin. Megjithatë, kjo është një javë që deri te diku me optimizmin e tyre do ta kalojnë me kujdes dhe kujdes me punën në ndonjë ndryshim ose një konflikt pune. Britsjapët tashmë janë në një pozicion të vështirë, megjithse dielli në Dem tenton që këta të hapen me botën, të udhtojnë, të zënë një pozicion komod, të kenë një shkollë ose të marrin një formular, një vërtetim, të çlirohen nga disa pranga, por është dikush që i pret aty Marsi në Luan, që thotë që gjërat nuk janë akoma ashtu siç duhet. Dhe duhet kemi parasysh që takohet me Saturnin, afërdita takohet në peshë me Saturnin, dhe disa çështje ekonomike dhe personale fillojnë dhe kushtëzohen shumë për britsjapët. Dhe shkojmë te ujorët. Ujorët Marsin e kanë përballë në Luan, dielli në Dem përballet me Plutonin, po me sa duket është ajo fuqia e tyre për të pararendur më përpara dhe si duket e kanë kapërcyer në kohë këtë moment të vështirë. Dhe kur them e kanë kapërcyer në kohë, duke qenë se janë një shenjat më parashikuese dhe pararendse, këto gjëra sikur i kanë kaluar me mendjen e tyre inteligjente. Prandaj duke qenë se e kanë kapërcyer në kohë, nuk janë aq vështirë si duket janë 2 javë para, si të themi. Kështu që problemi është i kapërcyer. Dhe shkojmë te peshqit. Takohet afërdita me Saturnin në peshk dhe peshqit, binjakët, virgjëreshët dhe shigjetarët do kenë një moment shumë të rëndësishëm në çështjet e tyre erotike, personale dhe ekonomike. Peshqit do ta ndjejnë më shumë, sepse takimi është aty. Është një takim shumë serioz, por dhe me shumë problematika në këto aspekte. Megjithatë, edhe peshqit duhet kenë kujdes, sepse është një moment që miqt ose të afërmit e tyre nuk u dalin kaq krah ose mund të kenë disa problematika që i kushtëzojnë edhe peshqit. Ky ishte edhe parashikimi yjeve për secilën shenjë për gjatë gjithë javës që sapo ka nisur, ndërkohë që Meri Sheun e gjeni në Facebook me Meri Sheu ose në Instagram merisheu.as për të gjithë ju që dëshironi një parashikim të personalizuar. Të komplimentova sot për veshje. Faleminderit. Bukur këtë fustan e zi me topa të bardhë, kombinuar kputucët me buskuqin, një yll sot. Edhe juve, një kombinim perfekt. Faleminderit që ishe me ne Meri Sheu, faleminderit që na ndoqët, do ta shihemi nesër.